Ja, shive që ka po këtu. Gjithë kjo zjarë, gjithë kështu. Me të thonë drejtën kujtova se mu doj shtëpia. Këtu atë ka qenë shteti më kam, duke fillu. Ke ministri mrenqëm, ke hita, gjithë punojësit e policisë, mëse pas janë ata mu shtëpia ime shë djekë. Kështë marrë, vetë shtëpia ime, pa kështë marrë këtë lagja. Pa për mu, ja bovë zoti Allah, që atyve zjarë fikset, policisë, emergjensëve, gjithëve, këtu më kanë gjuar shtetë Birazer. Ka që di me thonën. Mëra më kanë gjuar shtetë. Falimnej shumë, ja bovë zoti Allah. Ju e shikoni vetë, komplet, kjo pjesa e djegur, shtëpia zjarri flaka këtu, po ishte do me thonë një ngjarje, nuk di që të them do me thonë, ishte fondi si me qenë fondi botës, po deshe të them diçka. Zoti është i madh dhe shtetet shqiptare kanë qenë në gatishmëri numër 1. Falenderoj forcat zjarfikse, falenderoj forcat e ushtrisë, falenderoj forcat e emergjencës civile, gatishmëria dhe puna që është bërë këtu, neve sot na ka shpëtuar. Përshëndes gjithë, kush ka ardhur këtu si ka qenë të zjarfikësve, të policisë shtetit, të emergjencës civile, helikopterat që kanë punu 4 orë pa pushim për me fshuar zjarrin, i falenderoj se nuk e besoj hala se ja kam shtëpinë gjallë, se këtu ka qenë një tmerr i vërtet. Se flaka, shikoj si ka qenë pylli, flaka ka qenë e pabesueshme. Falenderit Zotit dhe shtetit që na ka ndihmu në mënyrë të jashtëzakonshme, se kemi kaluar një natë të tmerrshme si qytet. Dhe një herë tjetër duhet t'i falenderoj forcat e policisë, të ushtrisë, zjarfiksit, herojt e këtij vendi. Falenderoj ministrin e brendshëm, forcat e policisë, zjarfikset, është po një punë heroike, edhe ministri ka qenë këtu prezent, me këmbgullin e atij na kanë larguar nga banesa, se kam besuar se do të gjej banesën kom prap. Falenderoj shumë, është punë heroike. Janë pa fjalë, janë heroj. I falenderoj shumë nga zemra gjithë. Më kaluam një situatë shumë të rrezikshme. Si që shikoni edhe vetë, shpërtheu një zjarr i madh, ne qenë në një situatë shumë të rrezikshme. Por palë ndërhyrjes së Komisariatit Krujës, të Ministrisë Mbrojtjes, baza mbështetëse e helikopterëve, duhet të falenderoj në mënyrë të veçantë qeverinë për masat që mori, që ne sot jemi gjallë, që banesa është e paprekur dhe objekti ku jetojmë është i paprekur. Edhe një herë falenderoj shtetin për masat e mora, gatishmërinë që e tregoi për shpëtimin e njerëzve që nuk pata si viktimë dhe si shtëpi të djegër.